Që nga rritja e marrëveshjes midis qeverisë së Kosovës dhe Malit të Zi për shënimin e kufirit ndërshtetëror, partitë politike kosovare nuk kanë arritur të gjejnë kompromis për të vendosur përfundimisht nëse do të ratifikohet demarkacioni apo kjo marrëveshje të kthehet në pikën zero. Në qeveri paralajmojnë se marrëveshja për demarkacionin me Malin e Zi mund të dërgohet në kuvend gjatë këtij muaji. Shpresojmë që të dalë këtë muaj, për shkak se ju e dini që po hyjmë në ciklet zgjedhore disa shtete shumë të rëndësishme në Bashkimin Evropian dhe si të tillë pastaj do të jetë shumë problematike që edhe nëse kalojmë më vonë që vërtet kemi liberalizim të viza. Pra është shumë më se domosdoshme që kjo të ndodhë këtë muaj, edhe unë po shpresoj që do të organizohen mirë të gjitha partitë në koalicionin qeverisës. Shefi i grupit parlamentar të PDK-s Zenon Pajaziti thotë se fajtor janë partitë opozitare për mos ratifikimin e demarkacionit me Malin e Zi. Është koha e fundit, po e përsëris që deputetët të kuvendit, qeveria, partitë politike, të gjithë bashkë të japin fund, të japin pikën. Aq më tepër kjo e ka rëndësinë e vet, meqense bëhet fjalë edhe për një kriter që ka të bëjë me liberalizimin e vizave. Por ndryshe mendojnë përfaqësuesit e 3 partive opozitare, thonë se koalicioni qeverisës po e bllokon ratifikimin e demarkacionit pasi që i mungojnë votat. Kishte të qenë e përgjithshme qeveria e Kosovës. 2 javë ditë mas dështimit, ta kishte tërheqë këto demarkacionet, deri tash për 1 vit do ta kishim bërë një demarkacion tjetër të mirë. Edhe kishte kalu demarkacionin kuvend. Mendoj që shkaktare kujdestar është pikërisht qeveria e Kosovës e cila po i krijon domet një pas njëshme, sigurisht është edhe demarkacioni. E mendoj që kjo qeveri nuk mund të zgjidhë më këtë problem, kjo qeveri do të më shku. Nuk është opozita që bllokon burim. Opozita nuk krijon bllokada për demarkacionin. E ka pasur rasti sot i Mustafa me 1 shtator, ku pikërisht ai i cili u zotu që ka me kry këtë marrëveshje tërhoqi. Po ti kishin votat e deputetëve të tyre, shumë moti do t'i sillnin në kuvend dhe do ta ratifikonin. Përveç opozitës është edhe një pjesë e deputetëve të pushtetit që po e kundërshtojnë demarkacionin. Sot e kësaj dite nuk po ekziston asnjë vullnet serioz për me zgjedh këtë çështje, atëherë unë mbetem prapa qëndrimit tim që një gjatë që jam i vetëdijshëm që është keq, sigurisht që nuk kam asnjë obligim që ta votoj. Derisa klasa politike të gjejë zgjidhje për ta përmbyllur çështjen e shumë përfolur demarkacionin, qytetarët vazhdojnë të presin në radhë të gjata para ambasadave në kërkim të lëvizjes së lirë në zonën Schengen.